Çaji zëvendjen e dytë. Ai ka një histori të pasur dhe shijohet në varietete të panumërta në mbar botën, veçanërisht në Azi dhe Europë. Çaji është një nga pijet më të konsumuara dhe ofron një sër përfitime shëndetësore dhe vlera ushqyese, veçanërisht ai i jeshil, i pasur me polifenole, më së shumti katekina, të cilat janë antioksidantë të fuqishëm. Çaji i pa ëmbëlsuar ka shumë pak kalori. Kjo e bën atë një zgjedhje akoma edhe më të shëndetshme. Përbërësi më i rëndësishëm është kafeina, e cila mund të japë një efekt të butë stimulues dhe sasia e saj ndryshon në varësi të llojit të çajit dhe mënyrës se si përgatitet. Disa nga përfitimet më të rëndësishme janë funksionimi i trurit, shëndeti i zemrës, ekuilibrimi i peshës, hidratimi, forcimi i smaltit të dhëmbëve, reduktimi i stresit e të tjerë. Uji qëndron në vendin e parë. I domosdoshëm për jetën, uji është pija më e konsumuar në mbar botën. Ai është thelbësor për trupin e njerëzit dhe të çdo gjallëse, ndërsa nuk ofron kalori ose makronutrientë si proteinat, yndyrnat apo karbohidratet. Ai luan një rol vendimtar në shumë funksione fiziologjike dhe përbën një pjesë të konsiderueshme të peshës son, duke qenë i përfshirë pothuajse në çdo proces zhvillimor. Uji është jetik për ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve, i cili është thelbësor për funksionin e qelizave, rregullimin e temperaturës dhe transportin e lëndëve ushqyese. Djersitja, procesi që ndihmon në ftohjen dhe ngrohjen e trupit, ujin e ka komponent kryesor. Disa nga veçoritë kryesore të tij janë: ndihmon në transportimin e lëndëve ushqyese dhe oksigjenit në qeliza në të gjithë trupin, ndihmon veshkat për të filtruar produktet e mbeturinave nga gjaku, lubrifikon nyjet duke reduktuar fërkimin dhe duke nxitur lëvizjen e qetë përmes mineraleve, kontribuon në shëndetin e përgjithshëm.